Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 17, data 17 korrik të 2026. Duket se ka të bëjnë shumë me ndryshime dhe ndikime shumë të mëdha që lidhet me anën ekonomike, lidhet me ndryshime të mëdha që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me vendimet, ka të bëjnë me mundësi dhe kohën e duhur mbi nismat e reja. Dita vazhdon me ndikime shumë të mëdha, por ajo që duket ka të bëjnë me Mërkurin në retrograd, prandaj temat e familjes së shtëpisë, kujtimet dhe ndryshimet kërkohen pak vëmendje. Ndikojnë më shumë shenjat e tokës dhe të ujit, por gjithashtu ka të bëjnë në anën ekonomike financiare, se keni të bëni shumë me praktikat çështje të punës. Nuk mjafton të dimë çfarë ndjejmë, duhet të kuptojmë edhe çfarë mund të bëjmë realisht. Afërdita në Virgjëresh ndihmon në këtë drejtim, sepse kërkon rregull, kujdes, përmirësime dhe vendime të rëndësishme. Ndikohen më shumë shenjat e tokës dhe të ujit, që është Demi, Virgjëresha, Bricapi, Gaforia, Akrepi, Peshqit, sidomos të 10 parë nga Afërdita në Virgjëresh, ndërsa Gaforia, Bricapi, Dashi dhe Peshorja të 10 vazhdojnë të ndjejnë më fort procesin e Mërkurit në retrograd në Gafore. Kjo ditë mund të jetë më e lehtë për ata që janë gati të punojnë me qetësi, por me vështirësi për ata që kërkojnë përgjigje të menjëhershme. Dita është shumë ndikuese dhe është mirë për sa i përket një organizim pune dhe një ndikim shumë të madh për sa i përket çështjeve të rishikimit familjar. Është mirë për të përgatitur për blerje, por jo për të shpenzuar pa kontroll. Është mirë për të parë detaje në marrëveshje, por për bërë krahasimin e çmimeve, për të pyetur ekspert dhe për mos vepruar vetëm nga ndjenjat. Në dashuri, dita favorizon gjestet e vogla, kujdesi, kontaktet dhe mundësinë e bisedimeve, sepse ka mund të bëjë edhe disa ndryshime të tjera. Por karriera është më mirë në punën dhe mundësitë në rutinën e përditshme, sepse lidhet shumë për familjen, lidhet shumë, favorizon ndihmën, favorizon edhe disa gjëra nga e kaluara që rregullohen. Këshilla e ditës dhe është ajo që do të thotë që dashuria dhe kujdesi sot maten me veprime të vogla, ajo që rregulloni me durimin sot ju kursen lodhjen nesër. Pra, po të shikoni disa ndikime të vogla që kanë të bëjnë në lidhje me jetën e përditshme janë shumë të mëdha për nesër, por neve nuk i vëmë veshin dijes, nuk i vëmë veshin asaj çka na ofron natyra dhe prishim disa ekuilibra. Por gjithsesi, kjo nuk do të thotë se juve keni domethënë gjëra të paqarta për arsye të punës suaj, për arsye të ndryshimit dhe të vendimit. Në çështjet që lidhen për shembull me anën e funksionimit ekonomiko-financiar ose gjërave të tjera që do të keni, kjo është një ditë vërtet e mirë, edhe pse ka të bëjnë me disa takime mjaft të rëndësishme, sepse duke pasur parasysh ndikimin e datës 17, edhe pse ka të bëjnë dita e premte, dita e Afërditës na jep dhe mundësinë dhe kohëzgjatje në ekonomi dhe stabilizim. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimet e detajuara, atëherë kemi pikërisht